Edhe pse ishte paraparë që renovimet në shkollën fillore Jeronim Derada të fillojnë nga data 1 qershor, ato do të nisin tek nesër, ndërka që nxënësit e kësaj shkolle do të mund të mësojnë në pjesën që po renovohet të paktën pas 3 muajsh. Servete Hajrullahu, drejtoresh në shkollën e Jeronim Derada, tha se shkolla e saj i ka përmbushur të gjitha obligimet që janë kërkuar, mirë po vonesa e punimeve vjen për shkak të neglizhencës së donatorëve. E jona ka qenë për ta fituar projektin, ndërsa realizimi mbetet, do thotë, projektuesit edhe punëkryesit edhe të tjerëve. Është vërtet që ne kemi mbajtur mësim edhe të shtuneve, shkaku që me liruar, do thotë, në qershor shkolla që të jetë e lirë, ne kemi bërë të unë ashtu siç kemi qenë bazë takimeve dhe kontakteve, do thotë çështja e zvarritjes së tyre që s'kan filluar deri tani punësh është çështja e ambasadës dhe ushtrisë amerikane. Po, a do t'ja fillojnë tani? Ne sot veç ju ishit këtu para pak minuta patëm takimin, nesër veç kanë marrë me rrethimin e shkollës, do thotë, sigurien, edhe puna ka me filluar, do thotë, brenda kësaj jave. Të njëjtën arsye për vonesë të punimeve e konfirmojnë edhe në drejtorinë e arsimit të Ferizajt. Po është e vërtet, nga ne është kërkuar që ky objekt të lirohet sa më herët. Ne kemi punuar edhe ditëve të shtuna nëse periudhën e tretë të vitit shkollor, për arsye që ne jemi të gatshëm ta lirojmë objektin dhe ne kemi bërë këta gjitha punë të cilat neve si komunë kanë taku, ne kemi kryer gjitha procedurat, edhe kryerjen e mësimit, edhe bartjen e inventarit për shkollës Deradës në shkollën e ekonomisë. Gjithë i kemi kryer, po këto janë procedurat atyre, të cilat ne si komunë nuk kemi mundësi. Jona është ka qenë që ne t'ju ofrojmë gjitha kërkesat të cilat i kanë pasur ndaj komunës. Edhe ato tani ne kanë sjellë një plan dinamik të punëve, të cilat kanë me filluar për të bërë renovimin general të tërësishëm të objektit. Pas shumë vitesh pritja e nxënësit e Deradës, nga ky vit shkollor do të mund të zhvillojnë mësimin në një hapësirë më të madhe, duke shfrytzuar tani edhe objektin e shkollës ekonomike, e cila u zhvendos tek zona universitare e Ferizajt.